Përshëndetje sërish, atëherë ja ku jam në një video tjetër, siç u kisha premtuar, pra që do të zhvilloja video të reja në gjuhën italiane, pra mësime të reja që nuk i kam bërë në videot e mëparshme. Për ju që vazhdoni të më shkruani, ju falenderoj nga zemra për mbështetjen dhe besimin tuaj, pra që keni treguar në lidhje me videot e mia. Gëzohem shumë që marr mesazhe të tilla, pra që ju kam ndihmuar në aspekte të ndryshme. Për ty që e dëgjon për herë të parë, të ftoj të abonohesh në kanalin tim për të mësuar pra italisht falas dhe për të përvetësuar njohuritë nëse keni njohuri pra të përgjithshme. Atëherë fillojmë. Mësimi i sotëm është mënyra urdhërore në italisht imperativo. Siç e kam shpjeguar edhe në një dy videot e fundit, tek një video që e kam prekur pak si temë, pra në mësimet në vazhdim do të jenë mënyrat e tjera të gjuhës italiane, mënyrat kohore, pra që s'kam zhvilluar deri tani. Atëherë fillojmë. L'imperativo è il modo del verbo che serve per esprimere un ordine, un consiglio oppure un comando. Që të thotë, pra urdhërorja është mënyrë kohore, është një mënyrë ose e foljes, pra është një mënyrë e foljes për që shërben për të shprehur një ordine është një urdhër, un consiglio është një këshill ose një komand, pra një urdhër, pra një urdhëres të themi. Okej, esempi, pra dy shembuj, sta zitto, stare bën sta, pra tu sta zitto. Do ishte sakta stai, por e shkurtojmë, pra shkurtohet bën sta me apostrof. Sta zitto, esci immediatamente, pra është në urdhërore. Pjesa tjetër, può andare, imperativo può anche esprimere un suggerimento oppure un invito. Per favore, ascolta quello che dico. Pra, të lutem, ascolta, dëgjo atë që them. Ascoltare bën ascolta në imperativo. Atëherë unë në këtë video kam bërë disa nga foljet i kam zgjedhuar në veten e dytë njëjës dhe në veten e dytë shumës dhe kam shpjeguar rregullat, pra si teori, çfarë ka. Dhe në videon e radhës do bëj disa ushtrime që do t'i plotësoni ju në rast se do e dëgjoni pra këtë video. Atëherë, per favore ascolta quello che dico, pra të lutem dëgjoj atë që them. Prendi ancora del pesce, pra merr akoma peshk. Okej. Atëherë, vazhdojmë. La forma, pra la forma dell'imperativo. L'imperativo ha solo il tempo presente e ha solo pra due persone, tu e voi. Pra forma, si form është koha urdhërore, ka vetëm një kohën e tashme dhe ka dy persona, ty dhe voi, ju. Pra nuk ka as unë, as ata, as ai, ajo e të tjerë. L'imperativo dei più importanti verbi irregolari. Pra urdhërorja e disa foljeve më kryesore të parregullta, pra që ndryshojnë zgjedhim. Unë i kam shpjeguar në videot e mëparshme, kështu që nëse jeni të rinj, hidhini një sy dhe videove të tjera për të kuptuar zgjedhimin e foljeve, nëse jeni fillestar. Atëherë, andare bën tu vai, pra tu va, ose në momenti kur thua va, pra i thua në mënyrë urdhërore, va a comprarmi delle sigarette, për shembull. Vai, tu prap, andate është voi andate. Dare bën da, dai, voi date. Stare bën tu stai, pra sta kur i thua direkt, që nuk i thua stai, state voi. Dire, pra tu di, voi dite. Fai, fate. Avere bën abbi, për shembull abbi pazienza, ki durim, abbiate pazienza. Essere bën si, pra me dy i, kujdes. Voi bën siate në imperativo, pra në urdhërore. Atëherë, vazhdojmë me pjesën tjetër. Atëherë, në të djathtë kam shkruar: quando si usa l'imperativo con un pronome diretto oppure indiretto, questo si mette dopo l'imperativo e forma una sola parola. Pra që do të thotë, në qoftë se kur përdoret urdhërore me një përemër, me një kundrinor të drejtë ose të zhdrejtë, ato që kemi mësuar, pra që ju kam shpjeguar në videot e kaluara, përemri vendoset, pra vendoset pas
urdhërores dhe formon vetëm një fjalë. Pra nëse në indikativën në dëftore do thoshim tu lo compri, pra ti e blen, në imperativë do thoshim compra lo, pra loja kalon në fund. Tu li guardi, guardali, tu ci porti, portaci, a chi, a noi, voi le pagate, pagatele. Dhe vazhdojmë me pjesën e fundit. Atëherë, pra lexova tabelën që kam shkruar zgjedimin e foljeve në imperativën, në urdhërore dhe tani do vazhdojmë me pjesën e fundit. Dhe videoja tjetër do jetë vetëm me ushtrime, pra më ndiqni. Atëherë, con i 5 verbi andare, dare, stare, dire, fare, se l'imperativo di seconda persona singolare tu è unito a un pronome personale, la consonante di questo pronome raddoppia. Pra që do të thot me 5 foljet shkoj, dare, jap, stare, qëndroj, dire, them, fare, bëj, në qoftë se urdhërorja e vetës së dytë njëjës tu është e bashkuar me një përemër personal, atëherë bashkëtingëllorja e këtij përemri do të thotë dyfishohet. Vai, pra vaci. Dillo, dammi, faci, fammi, dalle. L'uso, pra përdorimi, si usa per dare un ordine, pra përdoret për të dhënë një urdhër. Quando si vogliono dare ordini, inviti oppure suggerimenti a una persona a cui diamo del lei, dobbiamo usare la terza persona singolare del presente congiuntivo. Pra që do të thot, në qoftë se duam që të japim urdhër, një ftesë ose një sugjerim, por personave që ne i flasim me lei, që unë e kam shpjeguar e gjeni sërish në kanal, pra në një nga videot e mia, forma formale, pra ose konfidenciale tu, dhe lei është formale. Pra kur flasim me një doktor, me një avokat e të tjerë, do të përdorim veten e tretë, njëjës, të kohës së tashme, pra të nënrenditse. Konjuntivo është nënrenditse, mënyra nënrenditse. Pra që do të thot signora venga, dica, dottore parla, ose pra dica, parla, ascolta. L'imperativo negativo, pra kemi dhe urdhërore negative, që bën per il tu bën non plus infinito, pra merë non, për shembull nëse në prezente është vieni, në imperativo negative bën non venire, pra non plus infinito. Pra në këtë rast është non plus paskajore, pra që do thot nuk është e zgjedhuar, non venire, non andare. Per il lei, non plus congiuntivo presente, pra në qoftë se një zonjushe ose një zotri, pra i flasim me lei, do i thoshim venga, si signore venga, në këtë rast do i thoshim non venga, pra kur është imperativo negativo. Okej, pra në videon e radhës do ketë ushtrime, më ndiqni, faleminderit.